Tash ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mospajtime dhe kërkesë para tyre. Ata kanë një materie të cilët tash duhet ta trajtojnë. Deputetët që u zgjodhen për 4 vjet në legjislaturën e 10 nuk i mbushën as 4 javë të detyrës së tyre dhe sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar kuvendi. Në enin 86, paragrafi 6 i kushtetutës parashikon se kuvendi shpërndahet nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjedhet president, pra asnjëri nga kandidatët nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi mbërrir atje. 2 kandidatë ishin mbrëm, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku, mirë po nuk u konsumua as raundi i parë e LRM i tretë. Nga formulimi i kësaj dispozite, pra në enin 86 paragrafi 6, del qartë se shpërndarja e kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra pasi të janë zhvilluar 3 raunde votimi dhe votimi i tretë të ketë dështuar për të zgjedhur presidentin. E mbrëm, ne vetëm sa filluam me raundin e parë e kurse se nuk jemi tek përfundimi i raundit të tretë. Kushtetuta parashikon edhe një mekanizëm tjetër për të shmangur bllokimin institucional, sipas enit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit nuk zgjedhet presidenti, kuvendi shpërndahet. Pra, nga momenti kur nis procedura, duhet të kalojnë 60 ditë. Po u zgjedh presidenti, shumë mirë, po nuk u zgjedh presidenti pas 60 ditëve, e atëherë duhet të shpërndahet kuvendi dhe të shkojmë në zgjedhje. Kjo dispozit vendos pra një afat maksimal për gjithë procesin dhe nuk kërkon domosdoshmërisht zhvillimin e 3 raundet të votimit. Mund të kryhet në raundin e parë, raundi i dytë fillon vetëm nëse raundi i parë nuk është i suksesshëm, raundi i tretë vetëm nëse raundi i parë dhe i dytë nuk janë të suksesshëm. Me fjalë tjera, ky në enin 82 paragrafi 3 merret me rezultatin përfundimtar të procesit. Pra, nëse presidenti është zgjedhur apo jo brenda këtij afati. Ka një afat 60 ditor për të zgjedhur presidenti. Ndërkohë që ne mbrëm kishim vetëm 60 minuta. Vetëm aq sa mori procedura derisa u konstatua që nuk i kemi kvorumin prej 80 deputetëve të pranishëm pjesëmarrës në seancë plenare që të mund të vazhdojmë tutje. Në praktik mund krijohet një situatë ku kuvendi e fillon procedurën për zgjedhjen e presidentit,